Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt dua edhe një herë të rindaloj tek një nga historitë që na ka shokuar të gjithëve në ditët e fundit. Vrasja e 25 vjeçares në Malishef nga bashkëshorti i saj, në fakt dyshoheshte, policia nuk arriti dot edhe të zbardhën rastin për shkakun sepse e vërteta fatkeqësisht mbeti jetim. Natën e sonte ja ka dorëzuar shpirtin Zotit edhe Egzon Bytiqi, djali që në fakt akuzohej dhe dyshohej për vrasjen e 25 vjeçares bashkëshortes së tij në dhomën e tyre të gjumit, duke duke qenë në fakt edhe në një pritje të ëmbël, duke pritur fëmijën e tyre në muaj të tetë të shtatzanisë. Kjo ngjarje na ka tronditur të gjithëve, kjo ngjarje na ka shokuar të gjithëve. Egzoni mbaheshte nën kujdesin mjekësor intenziv, por edhe ishte intubuar në QKUQ, Klinikën Universitare në Prishtinë, por edhe mbaheshte dhe nga një siti policor, pasi që priteshte dita ditës që Egzon Bytiqi të bëhej mirë dhe të merrej në pyetje për rastin që ka ndodhur dhe çfarë ka ndodhur në atë dhomë të gjumit. Jetlira dhe Egzoni, një çift që dikur ishin shumë të lumtur, një çift që dikur ishin shumë të dashuruar, që u lidhen me njëri tjetrin, e ndërtuan historinë e tyre të dashurisë, dëshironin që në jetë të sillnin fëmijë, sot janë në universin tjetër. Unë kam folur për mbrojtjen e grave, unë kam folur për martesat e dështuara, unë kam folur për sfidën që gratë bëjnë. Njëherë dua të shpreh ngushëllime sonte tek të dy familjet, si tek familja e Egzonit, ashtu edhe tek familja e Jetlirës, për këtë tragjedi të madhe që në fakt i ka kapluar dhe për këtë humbje të madhe që kanë përjetuar. Tashmë faji mbeti jetim, por tematika u ngrit në këmbë. E vërteta doli në pa, një burr tjetër e vrau një grua. Një djalë i ri e vrau gruan e tij, të dashurën e tij, gjën e tij më të çmuar, atë me të cilën në fakt dëshironte të ndërton jetën. Si mundemi ne si shoqëri të ndalojmë këtë fenomen të çmendur, këtë fenomen që në fakt ka filluar të bëhet shumë prezent në shoqërinë tonë shqiptare, ka filluar të bëhet shumë i përditshëm në shoqërinë tonë shqiptare, ka filluar të bëhet jeta jonë. Do të thënë ne çdo ditë po të hapim televizorin, dëgjojmë krime të rënda. Dhe pyetja është çfarë bëre Egzon? A ishte arsye xhelozia, a ishte arsyeja problemi psiqik i tij dhe të gjitha këto dezinformacione që jepet, sepse kam dëgjuar lajme të ndryshme, është për të ardhur keq. I mori jetën Jetlirës dhe ashtu ndoshta siç edhe ka dashur ta vetvret veten e tij, ashtu edhe erdhi fundi. Do të thënë Egzoni sonte ndroi jetë. Dashuria është e bukur, martesa është e bukur, është dhurata më e bukur që Zoti na e ka dhënë. Unë dua që në këtë mesazh të dhimbshëm të jap edhe një mesazh sensibilizues, të jap një mesazh njerëzor, të jap një mesazh me vlerë ku çiftet të kuptojnë se çfarë është dashuria, çfarë është martesa. Ti ke problemet e tua psiqike, në këtë rast do me thënë prindërit kanë thënë që Egzoni ka qenë me probleme psiqike, u tha dhe nga motra e Jetlirës që do me thënë Egzoni ka ndjekur edhe një kur mjekësore në Gjermani, ka vazhduar të ndjekën kurat edhe në Kosovë, ku Jetlira në fakt ka ndenjur pranë tij që ai të jetë në një gjendje të mirë, që ai të jetë në një gjendje fantastike, që ai të shërohet, të jetë i devotshëm për familjen e tij. Do me thënë ka qenë shpresa e fundit e bashkëshortes që Egzoni do me thënë të shkatroj familjen, ka luftuar për atë familje, por ndonjëherë është më e bukura në qoftë se shkatrohet gjithçka dhe kishit shpëtuar dy jetë. Mund të thoni Tiron, kjo është e shkruar e Zotit. Po, ndonjëherë të shkruarën e bëjmë edhe ne vetë, sepse Zoti të jep mend, por gjithsesi,
të dashur prindër, të dashur familjar, nuk është e lehta vetëm t'i martoni djemtë të tuaj, nëse i shikoni djemtë në rrezik është mirë që t'i ndani për një periudhë, shpëtoni një jetë, sepse ai i cili e ka bërë këtë krimin edhe në vendin e huaj, ai me patjetër do ta bëjë këtë krimin edhe në vendin e vet. Dhe Exoni erdhi me një zinxhir të trashëguar prej në Gjermani, do të thonë njerëz kishte tentuar të bëjë një krim dhe erdhi këtu e bëri krimin. A ka qenë në vetëdije, as ka qenë në vetëdije, ajo pak rëndësi ka, i bëri një krim, por ja humbi jetën gruas së vet, e humbi jetën e fëmijës dhe humbi edhe jetën e vet. Do të thonë ka shuar krejtësisht një familje, por ka shuar dy familje në tërësi dhe për këtë gjë mua më vjen shumë keq. Unë uroj me zemër që meshkujt shqiptar të vedisohen edhe një herë dhe përgjithmonë të kuptojnë që femra dhe gruaja nuk është pronë, është e vlat, është shpirti i Zotit, është e vladi i dikujt. Nuk mund ta marrësh ti e vladin e dikujt, ta malltretosh, ta keq trajtosh sepse ti ke probleme me veten tënde. Problemin me vetin tënd ti e ke me veten tënde dhe le të kujdeset familja jote dhe jo të tjerë të merren në qafë për problemin tënd. Rasti i Exonit edhe vajzës në fjalë, e cila së bashku me fëmijën në bark ka ikur në universin tjetër, le të jetë një shembull që të gjithë duhet të merren, të edukohen në aspektin familjar. Familja nuk është gjë e lehtë. Familja nuk është gjë e thjeshtë. Familja është gjëja më e shenjtë që ne e kemi. Dhe gjën më të shenjtë që ne e kemi, që na e ka dhënë Perëndia, le ta ruajmë si gjën më të çmuar, le ta ruajmë si gjën më të bukur. Exoni mund të jetë penduar, po çrëndsi ka pendimi kur ai e bëri krimin më të madh. Dhe tani në këtë rast, do me thënë, mbeti një plak në shpirtin e një nëne, e cila dhimbjen më të madhe e ka se kush ma mbyti vajzën time, kush ma vrau vajzën time, pse ma vrau vajzën time, nuk e mora do të vesh faktorin pse ma mbyti vajzën, vajza e cila në fakt u mundua që ta shëronte djalin në fjalë. Mua më vjen shumë keq për të dy familjet, sinqerisht, edhe për familjen e vajzës, edhe për familjen e Exonit, dhe uroj me zemër që këto gjëra në shqiptarin ton të dashur të jenë në fund, dhe jo ne çdo ditë të promovojmë dhe të nxjerrim nëpër media atë që në fakt është më e shëmtuara, vrasjen, krimin, tmerrin që realisht nuk duhet në asnjë mënyrë ta mbështesim. E kemi ngritur zërin, do ta ngrejmë zërin gjithmonë për këtë gjë, por duhet t'i themi një herë dhe përgjithmonë kësaj gjëje stop. Stop këtyre njerëz të cilët tregojnë forcën e tyre kundërdrejt një gruaje. Stop mendimeve negative. Nëse ti punon në gurbet dhe ke shkuar për të ardhmen tënde, nuk të ka faj familja që ti të shkatërosh familjen tënde dhe të shkatërosh të gjithë jetën tënde. Exoni dhe Jetlira dikur ishin një çift, dikur ishin dy ëngjëj të cilët pretendonin të ndërtonin jetën e tyre, pretendonin të ndërtonin të ardhmen e tyre, pretendonin të shtonin familjen. Sot janë që të dy në varë për gabimin e njërit, për gabimin e djalit në fjalë, por edhe për neglizhencën, në këtë rast edhe të shoqërisë, por edhe të familjes. Andaj që ne të mos humbim më shumë motra dhe gra, le të ngritemi të gjithë në këmbë dhe le të kërkojmë drejtësinë.